Pa ndërhyrje të menjëhershme në aspektin teknik dhe ligjor për administrimin e zgjedhjeve, ekziston rreziku që edhe zgjedhjet lokale të përballen me të njëjtat probleme, kanë thënë njohës të zhvillimeve. Mangësi serioze në pavarësinë e Komisionit Qendror Zgjedhor për përgatitje teknike në menaxhimin e zgjedhjeve parlamentare të nëntëshkurtit, ka konstatuar misioni vëzhguesve të Bashkimit Evropian. Naim Jaka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë se gjetjet e misionit evropian vetëm sa konfirmojnë paralajmërimet e tyre për rrezikun që sjell politizimi i brendshëm i KQZ-s dhe mungesa përgatitjes së duhur teknike për zbatimin e reformës përmes miratimit të ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme. Përmirësimi i procesit të shpalljes së rezultateve preliminare kërkon ndërhyrje të menjëhershme në aspektin teknik dhe ligjor, përfshirë ndërtimin e një sistemi të besueshëm për transmetimin dhe publikimin e të dhënave. Nëse nuk ndërmerren masa konkrete brenda afateve të duhura, ekziston rreziku që edhe zgjedhjet lokale të përballen me të njëjtat probleme, duke minuar besimin publik në integritetin e votës. Ai shton se adresimi i kësaj çështjeje është i mundur vetëm nëse KQZ-ja lirohet nga ndikimi politik dhe rrit kapacitete teknike dhe njerëzore. Pa një vlerësim të thellë të dështimeve në zgjedhjet parlamentare dhe pa një plan veprimi për korrigjimin e tyre, problematika me rezultatet preliminare do të përsëritet. Pavarësia e KQZ-s nuk mund të arrihet pa një reformë të mirëfillt institucionale dhe ligjore, që ndan qartë funksionin profesional nga ai politik. Rishikimi i rolit të partive politike në përbërjen e KQZ-s dhe forcimi i kontrollit publik dhe të mekanizmave të llogaridhënies për të garantuar një administratë zgjedhore që vepron në përputhje me interesin publik dhe jo me kalkulime partijake. Vëzhguesit evropian evidentuan ndikimin politik të drejtë për drejtë brenda KQZ-s, ku anëtarë të caktuar vepronin në mbrojtje të interesave të subjekteve përkatëse, në vend se të mbanin qëndrim të pavarur dhe profesional. Raporti përshkruan edhe problemet me rezultatet preliminare, të cilat ndikuan në besimin e publikut në integritetin e zgjedhjeve. Pengesa teknike në sistemin e përpunimit të rezultateve të kombinuara me informacion të kufizuar ose ndonjëherë të pasakt të ndarë nga KQZ-ja dëmtuan ndjeshëm besimin e publikut në integritetin e procesit të numërimit dhe nxjerrjes së rezultateve, si dhe ngritën shqetësime në lidhje me masat e sigurisë kibernetike të KQZ-s. Për të shmangur këto probleme, rekomandohet të krijohet një sistem i besueshëm dhe transparent i menaxhimit të rezultateve me procedura të qarta dhe të verifikueshme për të siguruar përpunimin e saktë të dhënave të rezultateve. Përveç aspekteve teknike, raporti konstatoi edhe mungesën e debatit kuptimplot mes kandidatëve, ndërhyrje të huaja nga Serbia dhe SBA-ja, si dhe sulmet seksiste, mungesën e burimeve për gratë kandidate, çka dëmtoi më tej cilësinë e zgjedhjeve.